sahabët radhiyallahu anhum e kishin edhe ata një sfidë të ngjashme me tonën. Pasi që në kohën para se të bëheshin musliman, shumica prej tyre ishin njerëz thjesht, që s'kishin pushtet, edhe nuk ose nëse kanë pas një lloj pushteti kon shumë minimal, karshia asoj që u sprovun me vonë. Si shembull Omeri radhiyallahu anhu ja kujtonte vetes pas u bër udhës i besimtarëve dhe pushteti i tij arriti në Persi, në Rom, në Egjipt, një shtet shumë të madh dhe shumë të fuqishëm. Ja kujtonte vetes se ishte bari i deveve, duke i thonë Ihan ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab, ti ke qenë bari i deveve të filanfisit dhe kujdestari i tyne. Njëherë një njeri i tha o Omer, dhe kjo pak sa e preokupoi unin e Omerit, pse nuk e thirrë me emirun në titullin që gëzonte. Po, me titullin pris i besimtarëve. Pastaj thotë nisi, me vrap Omeri u largu prej atij vendi dhe vazhdova ta përndjek se çfarë po bën. Tha fut në një shtëpi të moqme. Dhe u afrova afër që ta dëgjoj çfarë thot. Tha e godiste vetën duke thonë, të pëlqen të thuhet prisi besimtarëve, po të si gjë tjetër veçse bari i kopeve të filanfisit, s'ke qenë gjë tjetër veçse njëri pa vlerë tek baba jote, tek familja jote, dhe sot që pak Zoti dha pushtet, ti po kërkon prej njerëzve. Pse bënte këtë? Ku ishte rreziku? Rreziku nga mos sinqeriteti, e para, dhe e dyta, rreziku nga autoriteti. Nëse fillojnë na me kërku autoritet prej njerëzve, respekt prej njerëzve, fillojnë me largu bosullën për Por Omeri ishte i përgëzuar me xhenet. Edhe nëse, ai ndoshta nuk kishte këtë problem shumë me vete, po dëshironte ta mësonte një ummet mbar, ne pas 1430 vjetë prej kohës kur kanë qenë udhëhesi besimtarëve, i mësojmë mësimet e tina. Nëse një njeri i garanton me xhenet, ka kësi probleme. Atëherë ne? Çfarë themi për ne? Çfarë themi për ne? Veçanërisht ata që Zoti ju ka dhënë pak famë, pak pasuri, e pak pushtet tek njerëzit, të kenë kujdes.